Lavdi emrit të Tij. Para se të filloj takimi, si një nga urdhrimet e Tij, Ati na këshillon dhe na urdhëron që duhet i bijem shofarit burisë. Lavdiatit kjo është një buri, është briri që ka ardhur nga Izraeli, lavdiatit. Dhe mas andaj do lavdërojmë atin, do hyjmë në takimin në atë që neve shikojmë dhe ju shikoni në ekran për lavdit të Tij. Haleluja. Haleluja. Lavdi emrit tënd. Haleluja. Le ta falenderojmë vëlla motë, le të falenderojmë atin për atë që ai është, le ta lartësojmë emrin e Tij, le t'i japim lavdinë që i takon atij. Është e rëndësishme vëlla motë që ai të dëgjojë prej buzëve tënde. Është e rëndësishme që ati në këtë rast të madhështohet në jetën tonë për lavdit të emrit të Tij. Le të hyjmë në portat e Tij me lavdë dhe me falënderime. Haleluja. Le të shprehim zemrat tona. Dhe le të hapim ato valvulat që në këtë rast atë dëshiron që neve të adhurojmë dhe të lartësojmë emrin e Tij. Haleluja. Atë falenderojmë atë në emër të Jashuas atë. Falenderojmë atë për lavdit e emrit tënd sepse ke qenë i mirë. Falenderojmë atë në këtë festat e në këtë kohë të caktuara kur ti ke vendosur për lavdit e emrit tënd, që emri tënd të lartësohet, emri tënd të madhështohet, emri tënd të ngrihet lart në kombin tonë, pavarësisht çfarë shikojmë dhe dëgjojmë. Ti do kryesh vullnetin tënd me njerëzit e duhur, me vëllezër motra në këtë rast që do ngrihen për lavdit e emrit tënd, që do urrejnë mëkatin, që do ngrihen dhe do ecin në rrugën e drejtësisë që ti ke vendosur, për të shpallur lajmin e mirë të mbretërisë, që një Mesia erdhi në emër të Jashuas dhe vdiq dhe u ringjall në ditën e tretë. Për lavdit e emrit tënd e ti ringjallë me fuqinë e frymës së shenjtë, që ne të jetojmë, që ne të ecim në rrugët tënde, që ne të lavdërojmë emrin tënd. Falenderojmë atë që ke qenë i mirë. Falenderojmë atë që ke qenë i mëshirshëm atë. Na ke mbrojtur kur kemi dalë jashtë, kur kemi hyrë brenda. Ke treguar mirësinë tënde dhe mirësia jote na sjell në përpara teje. Mirësia jote na çon në pendim, të ekzaminojmë veten tonë, të shikojmë ku jemi, apo jemi në rrugën tënde, apo kemi besimin e plotë. Në emër të Jashuas atë lutem për vllajën e motrën, lutem atë që zemrat e tyre të jenë të mirë pajisur dhe të hapura, që të mbillet fjala jote dhe për secilin që do ta dëgjojë online, lutem atë që dora jote të shtrihet në mëshirën tënde. Sepse pa ty o atë ne nuk mund të bëjmë asnjë gjë, të ngreshim gjenerata, një mbetje që do lavdëroj emrin tënd, do predikoj fjalën e vërtetë, urdhrimet tënde, me besimin e patundur tek ty dhe tek Mesia, në fuqinë e frymës së shenjtë, për çdo gjë që ti dëshiron të bësh në kohën e caktuar me njerëzit e duhur, që të rindërtojmë muret e shembura, si Nehemia ishte duke përgatitur zemrën dhe ishte duke vajtuar sepse muret e Izraelit ishin shembur. Dhe unë lutem atë që të bashkohemi, sigur të çmuar që jemi, që të ndërtojmë muret e asamblesë tënde në emër të Jashuas atë, që shumë të vinë, të marrë, të mirë pajisen, të përsosen një ditë për lavdit e emrit tënd, për të hyrë në portat e qytetit, në emër të Jashuas atë lutem. Haleluja. Amen. Amen. Vëlla motër, lavdi emrit të Tij. Shalom dhe njerëmi se erdhe në misin tonë. Siç e shikon, kemi sot është dita e 7, vëlla motër, është dita e 7 e festës së bukës pa maja. Janë festat që Mesia praktikoi, apostujt praktikuan, do t'i shikojmë vargjet për çdo evidencë të shkrimit dhe në harmoni që ati na ka dhënë. Lavdi emrit të Tij. Tani, shkrimi thotë, ne siç e mund ta shikosh, ndoshta edhe ti dhe në ekran, në Jeremiahu 31, 33 vargje deri në 36, shkrimi thotë: Kështu thotë Jahwe, që ka dhënë diellin për dritën e ditës dhe i ka dhënë ligje henës dhe yjeve për dritën e natës, që e larton detin dhe i bën në dallgët të uturinë, emri të cilit është Jahwe i ushtrive. Nëse këto ligje do të binin përpara meje, thotë Jahwe, atëre edhe pasardhësit
e Izraelit do të pushonin si qenë një kom për para meje për jetë. Çfarë do të thotë? Që hena, yjet, dielli ka rrjedhën, ka ligjet e veta që ati ka vendosur dhe janë në këtë rast janë të vendosur nga fuqia e fjalës së tij. Kur ai krijoi në ditën e 4 lavdjatit dhe nëpërmjet tyre kemi kalendarin biblik që është një mësim më vete dhe së shpejti do ta dëgjoni. Dhe ati thotë, nëse këto ligje do të binin përpara meje, atëherë thotë dhe pasasit e Izraelit, që jemi ne vëlla motër, me anë të gjakut të Mesias u bën pjesë lavdjatit, kur ne besuam, hymë në beslidhjen e çmuar. Hebrejnë të 10 të flasin, lavdjatit flasin për atë veçimin, thotë, që të mos ecim, thotë, në mëkat, me dashje, thotë, se mbasi erdhim në dijenicëve të vërtetës, që do thotë që e kuptuam, që ishim në gënjeshtrën e Satanit, u kthyem, u penduam nga ato që kishim shkelur ligjin e Atit, nga mëkati, dhe besuam. Dhe aty filloi ajo rruga e veçimit. Tash i veçimi, vëlla motër, fjala shenjtërim është një fjalë katolike, nuk kemi pjesë, ka të bëjë me veçimin, ndarjen, që në këtë rast neve ndahemi për Atin. Ndahemi në këtë rast nga mëkati, ndahemi nga errësira, ndahemi nga kjo Babiloni, nga mënyrat e vjetra, nga traditat pagane, nga traditat e etërve tanë, apo traditat e popujve që janë kotësi. Ajo është veçimi jonë që duhet jetë sa më i thellë çdo ditë. Dhe është e mundur, vëlla motër, e di pse? Sepse tani e kemi fuqinë e frymës së shenjtë. Fryma e shenjtë banon tek ty. Dhe ka ardhur në këtë rast për na veçuar. Dhe vërtet, thërret, vëlla motër, që neve të dëgjojmë atë zë dhe të veçohemi, të ndahemi, të mos mëkatojmë, të mos e shkelim urdhrimet e Atit. Tani shumë prej nesh ndoshta nuk e dallojnë atë zërin e frymës, por kemi shkrimin lavdjatit, është shkrimi që fryma ka shkruar, dhe aty nëpërmjet shkrimit lavdjatit veçohemi. Përse tha vetë Mesia? Kur foli për çfarë? Për apostujt, si tha? Shenjtëroj, veçoj, tha. Me anë të fjalës tënde, tha. Në Gjoni 17 mos gaboj, por ta shikojmë, kam këtu në shkrimin. Në këtë rast shenjtëroj, thot në fjalën, veçoj në fjalën tënde, se fjala jote, tha, është e vërtetë. Urdhrimet e tija janë të vërteta dhe ja ku kemi festën e bukës pa maja, që është një nga urdhrimet e Atit. Le të vazhdojmë me shkrimin. Në zona filla 1:14, siç kam thënë, fjala thotë ti e ke stinë, por nuk është realisht fjala stinë, sepse kemi të bëjmë me fjalën moed. Fjala moed nga përmbledhja e përdorimit biblik do thotë vendi i caktuar, koha e caktuar, një takim, ja ku janë takimet e Atit që po mblidhemi tani. Gjithsesi ti mund të ishe kudo në këtë moment, por ja që si thua në thojza gabove dhe hyre në takimin lavdjatit, dhe them ashtu, vëlla motër, për të thënë që Ati na mbledh në kohët e tij të caktuara. Investojmë për jetën tonë në përjetësi, pavarësisht betejave që mund të kesh, secili për nesh i ka, vëlla motër, kush më pak, kush më shumë, por të lutem mos e lerë shpëtimin tënd. Ngulmo në urdhrimet e Atit që ti zbatosh, thot Jakovi 1. Të mos jemi në këtë rast si ai që shikon ligjin e përsosur në pasqyrë, harron pasaj çfarë duhet të praktikonte. Lavdjatit. Janë në këtë rast thotë është një stinë e veçuar, një kohë e caktuar, një stinë. Ati punon dhe me stinë, siç e dimë. Ka stinë të veçanta që ai mund të punojë në një aspekt të jetës tënde. Ka sezone në këtë rast për muaj punon, po mund të kërkoj të lexosh tek shkrimi më shumë. Mund të punoj në hapësira të ndryshme, në marrëdhënie me të tjerët. Ka shumë mënyra që Ati vazhdon të punojë lavdjemrit e tij derisa Mesia të vijë. Janë fjala moed, siç kemi thënë, janë festat e caktuara, një mbledhje e caktuar, tenda e takimit, ja ku jemi në tendën e takimit, lavdjatit. Vazhdojmë. Siç kam thënë, vëlla motër, që Psalmi 119 thotë që Ati thotë, të gjitha urdhrimet e tija çfarë janë të vërteta. Këtu jemi akoma në Psalmi,
thotë të gjitha urdhrimet që janë festat, që janë ato dekrete, çdo gjë që Ati ka shkruar, që na përkasin neve, jo se na përkasin të tëra, sepse nuk kemi një tempull për momentin, ato ishin pjesë e çdo aspekti që ishte lidhur me tempullin. Jo të tërë janë në këtë rast funksionar apo janë mbretër, që ishin urdhrime për mbretër. Janë urdhrimet për motrat, janë për gratë, janë urdhrimet për ne, për meshkujt. Ka urdhrime për tokën, dhe këto janë jo të tërë kemi tokë, por ai që ka tokë ka disa urdhrime që Ati thotë për ta nderuar emrin e Tij. Prej shumë kohësh, vargu 152, prej shumë kohësh kam mësuar urdhrimet e tua, të cilat Ti ke vendosur për një farë kohe, jo. I janë të kryqëzuara, jo. Ati ka vendosur ato për jetë. Lavdi emrit të Tij. I ka vendosur urdhrimet e Tij të vërteta për jetë. Fjala për jetë do thotë që nuk ka autoritet asnjë njeri t'i thyej. As ti as unë që po më dëgjon, ndoshta edhe online. Ati ka vendosur urdhrimet e Tij, festat e Tij biblike në Levitiku 23, që një nga festat që po shikojmë sot, I ka vendosur ato për jetë, për gjithmonë. Do t'i mbajmë në 1000 vjeçarin, mbas të shtrëngimit të madh. Në atë qytetin e ri, do t'i mbajmë në mënyrë perfekte, vëlla motër, sepse mishi që nuk do të zbatojë ligjin në Romakët 8, do jetë hequr. Trupi ynor I atij besimtari do shikoj Atin, do shikoj Mesian, dhe do mbajë urdhrimet e Tij në mënyrë të përsosur, sepse ligji I Tij është I përsosur. Nuk na ndalon asnjë gjë. Po meditoja pak dhe po e thesha dhe motrës sot në atë miqësinë që kisha, dhe I thash, motër, kur Satani, ose edhe themi dhe për ne, normal, kur Satani mbas 1000 vjeçarit, do lëshohet për një kohë të caktuar, për një kohë të shkurtër, thotë shkrimi. Kja do shkojë të mashtroj kombet që kanë mbetur mbas zemërimit të Atit, sepse nuk I ka shkatëruar plotësisht. Nuk do na mashtrojë ne që kemi marrë trupin ynor, si do na mashtrojë? Nuk ka me, sepse jemi të përsosur në atë ditë, brenda në qytetin e Tij, të Atit. Satani do mashtrojë akoma për një kohë të shkurtër, do testohen kombet që kanë mbetur, që do kenë mundësi të shikojnë Mesian, të mësohen prej ligjit që do dalin nga Sioni, thotë Jeshaja Isaia 2:3, lavdjatit. Dhe ja ku po e sjell një aspekt shumë të rëndësishëm se për secilin për nesh, aspektin që sot kisha e ndan, ashtu quajtur kishë, që nuk është kisha këtej perëndimore dhe ata besimtarët e Mesia në Izrael apo mbar botës që kanë besuar, ata janë pjesë, jemi kisha një asambleja përgjithshme. Megjithse asambleja, vëlla motër, po ta shikosh, nuk fillovi në vepra 2, asambleja kishte filluar që në shkretëtire. Dhe vete dëshmon në vepra 7:8 të Stefani duke thënë që Mojsiu, thotë në këtë rast, që ishte në shkretëtire, thotë me asamblejnë, thotë na dha fjalën e jetës, dhe quan ligjin e Atit, kushtetutën e Atit, urdhrimet, festat e Tij biblike I quan fjalën e jetës. Ne Filipianët 2 thotë ta mbajmë lart fjalën e jetës, thotë apostulli Shaul Pali. Ta mbajmë lart se na jepi jetë dhe paqja I ligji përsosur. Dhe nuk është kjo ndarja që apostulli Shaul e adreson shumë hapur atë çështje në Romakëve 11 thotë, mos u mburni, thotë, kundra degëve të tjera që ishte Izraeli, thotë, ju u shartuat, në këtë rast që ishim jo hebrejnë, thotë, u shartuat në majmërimin e asaj pemës, thotë. Mos u mburni, thotë, ju thotë jo hebrejnëve që erdhën në besim tek Mesia, sepse është rrenja, thotë, që të mban ty, nuk e mban ti rrenjën. Ishte fjalën që Ati që ishte një beslidhje me ta fillimisht, është ai që e mban, thotë. Ti je pjesë, thotë. Por mos u mbur, thotë, sepse mos ndodhi që pasaj dhe ti, thotë, po duhet të vazhdosh të qëndrosh në besim në urdhrimet e Tij, thotë, që të mos këputesh, thotë. Se është edhe me njerë bien fortesat e asaj teologjisë, njeri shpëtuar për jetë që është nuk është biblike. Ne duhet të ngulmojmë deri në fund. Ai thot shkrimi që kush do ngulmoj deri në fund do të shpëtohet. Nuk tha që unë vullosa me frymën e shenjtë, okay, e para ca vitesh unë besova dhe kaq,
okay, siç tha jashtë quajtur pastor, thoshte tani hiri than, okay, na bën të ecim neve në rrugën e drejtësisë, nuk kemi nevojë për rregulla, tha, për ligje. Marrëzi kur dëgjon gjëra të tilla. Vërtet duhet vrapon për deklaratave që mbajnë peng me filozofi njerëzis dhe nuk kemi akoma kuptuar që ligji i Atit është i mirë, i drejtë, i shenjtë. Dhe thot vetë në numrat 15, një nga urdhrimet e tij thot do të ketë një statut të vetëm për të gjithë asamblejnë. Për çdo komp që ka besuar tek Mesia, ka të njëjtën në këtë rast çfarë? Thot, si për ju dhe për të huajin që banon midis jush do të ketë një statut të përjetshëm, ligji i Atit është i përjetshëm. Për të gjithë brezat tuaj, ashtu siç jeni ju, do të jetë dhe i huaj përpara Jahve, thot. Kemi akses në të njëjtën frymë thot përpara Atit, Efesianë 2, vargu 18. Do të jetë po ai Tora, apo ai ligj që po flasim, po ai dekret thot për ju dhe për të huajin që banon me ju. Ne banojmë në frymë, jemi në këtë rast një me ta, me Izraelin që është rilindur dhe neve kombe që ishim jashtë Izraelit, u rilindëm, tani jemi një qytetarimi Izraelit. Nuk ka ndonjë vështirësi për të kuptuar. Kur një vëlla motor, kur një i huaj vjen në vendin tonë dhe okay, mori pasaportën shqiptare. Do të thënë, ai që erdhi i huaj nga jashtë ka kushtetutë tjetër që do të zbatojnë në Shqipëri, apo kemi të njëjtën si ne, si dhe i huaj që vjen në këtë rast dhe është biles që po e marrim dhe është dhe vizitor, por ja që në këtë rast ne jemi në qytetarinë e Atit të Izraelit, ai qytetar që është në Shqipëri, huaj apo vendas, do zbatoj të njëjtën statut, kushtetutë. Dhe këtë po thot Ati. Nuk janë veç e veç siç i bëjnë, po pastaj dalin me, po ja kemi këtë ligjin moral, ja këto ligjet rituale, të tëra këto ndarje të njeriut. Si një çdo arsye që të mos zbatojmë urdhrimet e Atit. Ja si thot në Romakët 9, thotë që thotë vargu 3, apostulli Shaul pali, Shaul e ka emrin e tij të vërtetë, ishte hebre. Apostulli Shaul thotë sepse do të doja të isha vetë i mallkuar, thotë i ndar nga Mesia, për vëllezërit e mi, për farefisin tim sipas mishit, e ka fjalën për popullin e tij të Izraelit, të cilët thotë janë izraelitë. Dhe çfarë në këtë rast u përket atyre izraelitëve? Izraelitëve në këtë rast judejve u përket çfarë? Birëria, lavdia, beslidhjet, shpallja e ligjit, shërbimi hynor, premtimet që neve u bën pjesë të gjitha këto gjëra, ne jemi pjesë asaj majmërisë. Ky është druri ka shumë në këtë rast marrë nga ato konceptet, principet e mbretërisë. Në kontekstin e mbretërisë Atit kemi birërimin që ne quhemi bijtë e Elohim, lavdiatit për shkak sepse besuam dhe na u dha mundësia, hiri në Titi 2, po do ta shikojmë më vonë. Titi 2 në këtë rast u shfaq hiri lavdiatit në Mesian që ne mund të besonim. Tani jemi bijtë të marrim lavdinë sepse tani kemi pjesë, jemi një me ta, beslidhjet që kishte folur Ati me etrit tanë, që në fillim me Adamin, masandaj me Nokun, me Moshe, Mojsiun, masaj me Abrahamin, me popullin në këtë rast me tia gjithashtu që thamë, kemi Davidin dhe ja ku jemi beslidhja e përjetshme, lavdiatit në Mesian, dhe do vija jo beslidhja paqes 1000 vjeçari që quhet. Por thot atyre u përket biria, lavdia, beslidhja, shpallja e ligjit, shërbimi hynor dhe premtimet e jetës së përjetshme. Premtimet e tashme vëlla motër, kur mbajmë urdhrimet e tija dhe masandaj kemi akses në jetën e përjetësi. Kur Mesia thotë në Luka 22 thotë, vjen dikush dhe thotë, çfarë duhet të bëj që të kemi jetën e përjetshme? Thotë, zbato urdhrimet. Dhe ajo është çik shokuese dhe të njëjtën gjë kur thotë në Mateu 19 thotë, prap vjen ai në këtë rast ai judej dhe thotë, mësues i mirë thotë. Në thotë Mesia, është Ati i mirë në këtë rast thotë, dalte mos ma jep mua lavdini përket atij, çdo gjë që u marr prej tij në këtë rast vjen prej tij, nuk është imja. Në këtë rast çfarë do të bëj thotë të gëzoj jetën e përjetshme?
zbato urdhërime. Po unë i kam mbajtur, atëherë vazhdo t'i mbas, thotë, në këtë mënyrë do të rosh. Lavdjatit. Dhe ja ku vjen Romakët 3 që apostulli Shaul flet për atë të qenit një, thotë, është valla Elohimi vetëm i judenjve? Jo, a nuk është edhe jo e hebrejve? Sigurisht, thotë, është Elohim dhe jo e hebrejve, thotë, jemi një tani, sepse ka vetëm një Elohim. Kur ai është një, dhe thotë në ligjin për të rirë 6:4, thotë, dëgjoj Izrael, thotë, Jahu Elohimi i tënd është një, thotë. Dhe ja ku thotë, sepse ka një Elohim që do të shfaqsojë të rrethprerin nëpërmjet besimit, e ka fjalën për kur e quajnë rrethprerin, e quajnë në një mënyrë figurative vëllazër për Izraelin, për judenjtë. Dhe ne na quajnë të pa rrethprerës sepse ishim rebelë. Është mënyra figurative. Nuk ka të bëjë me aktin e rrethprerjes që është nga urdhrimet e Atit për ditën e tetë. Dhe masandaj kur ai që ka një zemër të rrethprerë, do thotë një zemër të butë, një ajo zemra që dëshiron të zbatoj urdhrimet e Atit, është pjesë. Pali mori Timoteun sepse kishte babain ishte grek dhe nuk e se detyroi, por i tha, vlla, ti, unë e di që është mësuar shkrimi që nga fëmijëria, tha, nga nëna jote jude dhe nga gjyshja jote. Dhe masandaj nuk na ndalon asnjë gjë. Kur Mesia hoqi copa mishi dhe u godit dhe u poshtrua çdo gjë që ndodhi. Kurse neve sot nuk duam të ecim në rrugët e Atit, në urdhrimet e Tij. Pastaj thot shkrimi, anullojmë pra Toranë, ligjin nëpërmjet besimit, kështu mos qoftë. Kështu mos qoftë, thot apostulli Shaul, thot, nuk është hequr, thot. Përkundrazi, prapë vjen me një fjalë dhe ja vëlla motër, shikoj fjalët kyçe që ti kur lexon shkrimin, duhet i dallosh kur bën diferencën, okay, po thot përkundrazi. Do thot që nuk u anullua, përkundrazi, çfarë është e kundërt të anullimit, thot, çfarë? Është themelimi, është forcimi i ligjit lavdjati, përkundrazi e forcojmë tani me anë të besimit, me anë të frymës së shenjtë, do na ndihmojë që të themelojmë jetën tonë në rrugën e drejtësisë, të pëlqejmë në këtë rast Atit me sjelljen tonë. Atë që po thesha pak më përpara, si thot shkrimi, për fjalën e jetës që po flet për ligjin, veprat 7:38 të njëjti kontekst, dhe apostulli Shaul thot këtu Filipianëve në kishë, thot, bëni çdo gjë pa u ankuar dhe pa kundërshtime, thot, që të jeni të paqortueshëm dhe të pastër, bitët e Elohim, thot, pa të meta, në mes të një brezi të padrejtë dhe të çoroditur, në mes të cilit ju, thot, ndriçoni, thot, duhet të ndriçoni si pishtar në botë. Si do ta bëjmë? Duke mbajtur lart fjalën e jetës. Kush është fjala e jetës? Ligji përsosur, që e thotën e veprat 7:38. Sepse po e hoqë ligjin, masandaj je i qortushëm, je i ndotur, je me të meta, ndërkohë do ta shikojmë ndoshta edhe është shkrimin, por ne mos gaboj ne në Luka 1 vargjet 5 dhe 6 kemi lavdjatit, kemi si thua atë ecjen pa të meta, ishte prindrit e Gjon Pakzorit, që shkrimi thotë, dëshmon thotë që ecnin pa të meta, pa njolla, thotë, duke ecur në të gjitha urdhrimet e Atit Jahve, thotë. Duke mbajtur lart fjalën e jetës, ligjin e përsosur, thotë që unë të keme me sa të krenohem, thonë, në ditën e Mesias, se nuk vrapova kot dhe as nuk u mundova kot. Kishte fjalën që vëllezër motra, pali nuk donte të merrte në lavdi apostulli Shaul, vëlla motër, por ishte, thotë, në këtë rast ishte ajo inkurajimi që po ju bente, që në këtë rast është të rishikonin rrugët e tyre, thotë, dhe keni kujdes, thotë, nga ato grackat e të ligut, thotë, që ju në këtë rast të jeni të paqortueshëm, të pastër, si mund ta bëj lavdjatit. Në Psalmin 119, në vargu 43, mos gaboj, thotë, si mund ta bëj njëri rrugën e tij të pastër? Veçse duke kërkuar urdhrimet e tua, dhe ja, me njëherë në harmoni me fjalën e jetës, ligjin e përsosur, lavdjatit që edhe në Jakovi 1 e thotë.
Haleluja. Kështë parë thotë vëlla motër, ky varg mua më ka prekur vërtet shumë dhe në ligjin për të rirë 32. Shkrimi thotë që kur Mojsiu mbaroi së shqiptuari tërë këto fjalë që ishte ligji tia, para tërë Izraelit u tha atyre, merrni me zemër tërë fjalët me të cilën kam dëshmuar sot kundra jush. Në këtë rast thot fjala erdhi thot. Do t'ua lini porosi bive dhe ja ku vjen trashëgimia për ne, detyra jonë, përgjegjësia jonë. Që ata thot të kenë kujdes të zbatojnë në praktikë tërë fjalët e këtij ligji. Kjo është përgjegjësia jonë që neve zyra jonë ose zyra juaj motra, ju që jeni në besim, që fëmijëve, vajzave tënde ti duhet të mësosh çfarë? Do të mësosh fjalët e ligjit, të urdhrimet e Atit. Sepse thot kjo nuk është një fjalë pa vlerë për ju, por është jeta juaj, është jeta jonë. Mendje kontrolluar nga fryma jep jetë dhe paqe, do thotë ecë në bindje të urdhrimet, po ecë në frymë dhe ke jetë dhe paqe. Thot është jeta jonë, thot nuk ka prioritet tjetër vëlla motër në jetën tënde, veç se të kërkosh urdhrimet e Atit, se duke kërkuar dhe ti zbatosh ato në të mirën të mundshme, do ngulmosh çdo ditë në këtë mënyrë, po merr përgjegjësinë të jesh pa të meta, pa njolla, i paqortushëm në atë ditë. Është një lavdi vëlla motër, unë lutem Atit që ti ta kesh dëshmi në zemrën tënde. Nuk e di kur do vi ajo dëshmi kaq e thellë për secilin që ju po më dëgjoni. Po është një lavdi e papërshkrueshme që do shfaqet në atë fillimin atij 1000 vjeçari. Shkrimi thotë që syt nuk kanë parë, veç nuk kanë dëgjuar, nuk ka hyrë në zemrën e njeriu çfarë Ati ka përgatitur për ata që e duan. Si e duan? Nëse më doni, zbatoni urdhrimet e mia, thot Ati. Është ajo lavdia që do shfaqet, jo vetëm në trupin tonë. Thot shkrimi që biles do jemi ne duke gjykuar engjëjt. Shiko çfarë autoriteti Ati do japin atë ditë, thot. Ju, e bën te apostulli Shaul, thot, ju do gjykoni engjëjt, thot, nuk arrini të gjykoni këto çështje të vogla, thoshte, që kishte disa dinamika që ndodhin në kishat. Ne do gjykojmë engjëjt. Ajo lavdi që do shfaqet në atë ditë. Thot Isaia, thot shumë hapur që kafshët, thot keci do rri me leopardin, luani do jetë me sherrën, thot fëmia do ta marrë luanin për dorë, do futi dorën në zgavra e në perkës dhe nuk do ta pickojë. Përse? Sepse vdekja në atë hapësirë, në atë 1000 vjeçarin dhe për jetën masandaj nuk do jetë, nuk ka. Tani ndodh sepse për shkak të mëkatit erdhi thumbi i vdekjes. Por shkrimi thotë që në atë ditë thotë, o ku je ti, o thumbi i vdekjes, ku je? Nuk ke fuqi më mbi mua. Lavdiati dhe për këtë lutem, nuk ndoshta dikush nga ju nuk është në këtë rast në shpëtim dhe nuk është në besim, që të marrësh jetën e përjetshme duke u penduar dhe hapur zemrën, duke besuar tek Mesia Jeshua në Jezu Krishti që themi. Që ai u ringjall në ditën e tretë që ti të kesh jetë, se mposhti vdekjen, ti e merr me anë të besimit. Sepse kjo fjalë në këtë rast ligji i Atit thotë nuk është pa vlerë, thotë mos e konsideroni asnjëherë në atë mënyrë, thotë. Do ta vendosni prioritet sepse është jeta juaj, thotë. Dhe me këto fjalë çfarë? Do të zgjatni ditët tuaja në vendin ku po hyni për ta pushtuar duke ka përzyer Jordanin. Shikoj çfarë thot Ati. Me ligjin thotë, me këtë fjalë, çfarë do ndodhi? Që ditët tuaja do zgjaten. E thot në fjalët e urta, të njëjtën gjë, fjalët e urta besoj 4 që duke mbajtur mësimet, urdhrimet e Atit, do të zgjaten vite jetë dhe paqe, thotë lavdiatit. Haleluja. Ja prapë njëjti koncept në Levitiku 18, ku flet për të njëjtën aspekt, dhe kjo është ajo besëlidhja në të cilën neve kemi hyrë. Thot shkrimi që flet Ati nëpërmjet profetit Mojsiut,
dhe i thot popullit, thot do të zbatoni dekretet e mia, do të respektoni statutet e mia, dhe duke u mbajtur atyre, thot, unë jam Jahwe Elohimi juaj, do të respektoni statutet dhe dekretet e mia, me anë të cilave kushdo që i zbaton në praktikë ka për të jetuar. Unë jam Jahwe. Nëpërmjet urdhërimeve, dekreteve të tija që janë shkruar në shkrimin nga Zanafilla deri në Zbulesa, ne kemi për të jetuar, duke i zbatuar në praktikë. Dhe ajo fjala kushdo i përket një grup kategorish njerëzish. Kushdo, kush ka zemër, kush është gati. Fjala jote nuk është largë, thot shkrimi, zemrës tënde. Është në buzën tënde, është në zemrën tënde që ti çfarë ta praktikosh. Lavdjatit. Ja ato që po thesha pak më përpara, e pas kam vend që po thesha që ligji tje në këtë rast çfarë? Është fjala jetës. Dhe lutem jatit, por normal që shumë nga kishat kanë dhe këtë emër. Po hyn brenda, është ligji jatit në ato ndërtesa? Themi fjala jetës, apo jo? Ndërkohë shkrimi thotë që ishte engjëlli që fliste mbi malin Sinai me etrit tanë, thotë Stefani këtu para se të ta godisnin farisinjtë, thotë çfarë mori fjalën e jetës për na e përçuar neve, dhe i po e thoshte për popullin, por normal që është për ne kemi të njëjtën statut, numra 15, i pamë të njëjti ligj, si për të huajnë dhe për ju që banon në vend, ne ishim të huajnë ndaj beslidhjes, tani jemi një, lavdjatit. Dua të kaloj, ja ku ishte shkrimi, vëllamotë, që po theshim që prindrit e Johanan të Gjon Pakzorit, çfarë ishin Zekaria dhe Elisheva, që ka emrin e saj të vërtetë, që të dy ishin të drejtë në sytë e Elohim, duke ecur pa të mejtë në të gjitha urdhërimet dhe ligjet e Jahwe. Tani, ata ishin pa frymën e shenjtë që tani banon tek ne. Dhe ata ecnin pa të mejta në të gjitha urdhrimet. Çfarë na ndalon neve? Zemra, vëlla motër. Zemra jonë ku është? Atë po e thesha motër sot, zemra motër. Zemra. Lavdjatit. Shkrimi e thotë për urdhrimet, vëlla motër, kur flet dhe ja po e marr pak në e dyta Timoteos 3, Timoteu që themi. Po Timoteos e ka emrin e tij të vërtet, ishte babai grek, prandaj ka marrë Timoteos. I gjithë shkrimi, vëlla motër, ja po e marrim këtë koncept dhe vazhdojmë. Megjithëse këtu flet që ti nga fëmiria i njeh shkrimet e shenjta, po e thoshte apostulli Shauli, thoshte Timoteut, që nga fëmiria ti njeh shkrimet, cila shkrime? Thotë i gjithë shkrimi. Dhe ja më njëherë shikojmë që është i frymëzuar nga Elohim. Dhe çfarë? I gjithë shkrimi është për të ndarë disa popull, i gjithë shkrimi është i dobishëm. I gjithë shkrimi nga Zanafilla deri në Zbulesa është i dobishëm. Është i dobishëm, është, si thua, akoma në funksion, ka autoritet, ka fuqi. Dhe është i dobishëm për doktrinë, për mësime ka fjalën, për këtë doktrinë, për bindje, për ndrejtje, ligji i Atit na jep bindje, ndrejtjen, apo ecim në rrugën e mirë të ngushtë apo jo, të edukohemi në drejtësi, sepse ligji i tij është i drejtë, që ti dhe unë, njeriu Elohim, të jeti i përkryer, i përsosur, ligji i tij është i përsosur, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë që na në këtë rast Ati na këshillon. Doktrina në këtë rast i dobishëm për doktrinë. Ndërkohë Ati thotë që po të jap një doktrinë të mirë në Fjalë të Urta 4, mos braktisni ligjin tim, thotë. Kjo është doktrina e mirë, ky është mësimi i mirë. I mirë, hiq atë të mirën, çfarë do marrësh? Ne sot kështu kam vazhduar asamblejt, ne pastaj dëgjojmë çdo gjë në për televizionet e ekspozuar, apo çdo lloj deklarimi në për asamblejt që Ati pas mëshire. Pas mëshire. Nuk e di, a do gjejmë, vetë me si ata, nuk e di a do gjej besim kur të vi. Dhe po unë kam besim. Besimi shprehet me anë të ecjes tonë. Ajo është besimi i vërtetë. Çfarë po praktikojmë?
cilat janë veprat në këtë rast që duhet të ngulmojmë. Vepra e parë, vëlla motër, që neve duhet të bëjmë është të ngulmojmë në ligjin e tij të përsosur, Jakovi 1:25. Pastaj çdo gjë tjetër që ne mund të bëjmë në këtë rast, lëmosha, të gjëra të mira që na kërkohet, ato janë dytësore, po vepra e parë e mirë, e ligjit të mirë, është të zbatojmë urdhrimet e Atit atë ligj. Se shikoj disa sekte të ndryshme apo fe të ndryshme bëjnë vepra të mira, atëherë do të jemi si ata, do të vëmë prioritet ato veprat e mira, apo në këtë rast të ecim në rrugën e mirë të Atit, në ligjin e tij të mirë, në doktrinën e mirë, të mos e braktisim festat e tija, urdhrimet e tija. Do t'i mësojmë, vëlla motër, siç i kanë mësuar vëllezërit mbarë botë, janë asamble, janë kanë kisha, ministri ndërkombëtare, që ecin urdhrimet e Atit në besim tek Mesia, si izraelitës, si lavdjatit kombet e tjera. Nuk është vetëm ajo që kemi parë neve, ja karizmatika, baptistë, reformistë, dita e 7, Jovaje, ku ta di unë. Ato janë denominacionet e njeriut, janë rrugët e njeriut, mendja mishore që kanë ndarë. Jo, ti nuk jemi ne, po sjeve kështu. Ato janë kulte. Kulte në këtë rast, sekte siç kishin farisin të kemi këte nga krau tjetër. Farisin të e tjerë. Vazhdojmë, vëlla motër. Ka disa gjëra, por le të shkojmë tek festa e Atit. Le të shkojmë tek festa e tija, lavdjatit. Okej, këto i kemi parë. Ja, thjesht vëlla motër, shiko foton se ndoshta ti se ke parë. Jeruzalemi i ri, 12 dhe thot shkrimin e Zbulesa 21, 16 janë 2300 kilometra që do vendoset në vllajën e Arabisë Saudite. Dhe kjo është qyteti i madh, Jeruzalemi i shenjtë, në këtë rast i veçuar, parajsa që themi, mali i Sionit, shtëpia e Jahu, është i njëjti emër, po që shkrimi përmend shumë emra. Kopshti e Edenit i restauruar, Ati në këtë rast do ta vendosin ato 2300 kilometra katror. Me unë e bera në fakt edhe ishte pothuajse ishte saktë tregonte 1700 që për një pjesë të shkurtër aty, duke shtuar pasaj, kjo ishte nga ana vizive, lavdjatit. Ja ku kemi qytetin, nuk e di a dallohet tek ju, por qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, prej ari, prej çdo guri të çmuar, ka 12 portat, si 12 fiset e Izraelit që neve jemi bashkuar, shartuar në ta, me anë të besimit tek Mesia, dhe luma i që brenda, se është sa, pothuajse sa sipërfaqja e Amerikës që do jetë në vllajën e Arabisë Saudite. Shkrimi thotë që engjëjt do ta sheshojnë, thotë çdo gjë lunginë, thotë që është ul do ngrihet, thotë kodrat do ulen, do sheshohen, do ta veçojë, do ta pastrojë Ati me anë të engjëve para se të zbresin atë tokën. Sepse dim që toka është ndotur, por kur të vendoset ai qyteti që do zbresin nga lart dhe bota ta shikojë, do thotë që është ky alien që po zbret, por ata që kanë lexuar të urtit dinë për çfarë po flitet. Njerë që do zbresin nga qielli i tretë, hena dhe dielli do humbasin dritën e tyre, dhe yjet do bien mbi tokë. Edhe është një mësim e vete, vëlla motër, se yjet kanë folur pak me vllajën, por do ta flasim së shpejti. Lavdjatit. Le të shkojmë. Ja, këtu është ku është vendosur tashme, në këtë rast edhe kemi akses ndaj Atit, do ta shikojmë Jeruzalemi i ri në tokën në formën e saj biblike, jo në gënjeshtrat e Nazës dhe toka me shtyllat e saj, poshtë kemi Sheolin, 2 kompartamentet, ferri me një anë, nga ana tjetër ku qëndronin të drejtet në atë ditë, në këtë rast në atë dhomat e të drejtit që ruhet nga engjëjt, do jenë boshatisur, sepse ku do jenë brenda? Do jenë brenda qytetit. Lavdjatit. Tani,
siç e dim, festat e atit, të udhra, statutet apo të gjitha këto përcaktojnë karakterin e atit. Kur themi për urdhrat, do thotë në këtë rast fliteshe atëre për detyrimet ceremoniale që në këtë rast kishin ndaj atit pristërinjtë, atëre shërbimet e tyre. Kur flasim për urdhrimet, flasim për urdhrimet pozitive. Bëj këtë sepse do marrësh këtë. Quhen pozitive. Statutet masandaj janë festat e atit. Ligjet e tija në këtë rast do thotë instruksionet e tija që në këtë rast na duhen për jetën tonë, lavdjatit. Tani kalojmë vëlla motër në festa atit, ja një moment për ta gjetur se i kam bërë në mënyrë të përgjithshme, por ja ku është festa atit, thotë. Në ditën e 15, po ati muajin e parë biblik, bie festa e bukës pa maja. Sot është dita e 7, për nder të Jahve, është për nder të tija. Është për nder të tija. Biles, Mesia u ringjall apo jo, në festën e bukës pa maja, në ditën e 3. Do të hani, thotë 7 ditë, thotë do të hani bukë pa maja, të ndormë. Ditën e parë do blet një mbledhje shenjtë, nuk bet puna në atë ditë asnjë punë e rëndë. Për 7 ditë masandaj thotë do ta mbani, nuk është një tempull, nuk kemi të bëjmë me flimet. Ditën e 7 do të bëhet një mbledhje shenjtë. Është e mundur të bësh ja ku po e bëjmë sot, gjatë kësaj dite nuk do të bëni asnjë punë të rëndë. Lavdjatit. Tani, kur shkrimi flet vëlla motër, flet për festat e tjera, do t'i shikojmë, është një mësim vetë që unë e kam në YouTube, por le të shkojmë në aspektin e bukës pa maja, që shkrimi në këtë rast na thot. Lavdjatit. Festa e bukës pa maja, ndryshe quhet maca. Maca është vetëm buka që është pa maja, e quhen kështu izraelitët. Shkrimi thotë që do të kremtoni çfarë, vargu 17. Do ta kremtoni festën e bukës pa maja, sepse pikërisht në këtë ditë thot ati atyre, thot do dalin radhët tuaj dolët nga Egjipti, thot, dhe do ta kremtoni çfarë këtë ditë në përkora si ligj të përjetshëm. Është një festë e përjetshme, është një ligj i përjetshëm. Lavdjatit për breza, thot, lavdjatit gjatë muajit të parë, nga dita e 14 e muajit, në mbrëmje, kur në mbrëmjen e Pashkës, deri në ditën e 20. Njëtë, thot, në mbrëmje do të hani bukë pa maja. Për 7 ditë, thot, të mos gjendet maja në shtëpi tuaja, sepse kushdo që do të hajë diçka me maja, thot, do të këputet nga asambleja e Izraelit, thot, qofti huaj, qofti lindur në vend. Nuk do të hani asnjë gjë me maja, në të gjitha banesat tuaja do të hani bukë pa maja. Lavdjatit. Unë kam bërë një foto të vogël këtu, por shikojmë që maca që është buka pa maja, buka e sheshtë që shikon poshtë, në të majtë, është çfarë bëjnë në Izrael, dhe në të djathtë kemi çfarë? Kemi kulaçin apo jo? Dhe gruaja time në fakt, po kjo foto vjen prej saj, që po gatonte çik kulaç një ditë, dhe shiko të dyja mënyrat që neve i bëjmë, shiko çfarë bën Izraeli, shiko çfarë bëjmë neve. A nuk është e ngjashme me pirunin që neve spojmë, dhe ka një domethënie vëlla motër. Neve bëjmë sepse gratë e bëjnë atë mënyrë që kanë atë tash, ju e dini pse i bëni që të mos nuk e di, që buka të bëhet më mirë apo diçka e tillë, nuk e di, por ai ka një kuptim të veçantë për sa i përket Mesias. Le të vazhdojmë. Detajet e kësaj feste, siç shikojmë, janë më poshtë. Përgatitja në këtë rast çfarë beshe? Vëlla motër, di çfarë beshe si traditë në Izrael? Beshe që në këtë rast majaja hiqeshe nga shtëpia. Kjo është urdhrimi, por shtëpia pastroheshe tërësisht dhe për të hedhur gjithë produktet e majasë në këtë rast. Dhe dimi që majaja simbolizon mëkatin. Majaja gjithashtu simbolizon dhe mësimet e rreme, sepse Mesia kur tha çfarë? Që keni kujdes thot nga majaja e farisejve. Dhe këta duhet kemi kujdes neve. Dhe ja si na thotë shkrimi në para Korintasve 5,
vargu 78 thot, hiqni pra majan e vjetër. Dhe këtu po flet vëlla motër, apostulli Shaul këtu pali, po na jep atë rrugën e veçimit, rrugën e pastrimit, që ne në këtë rast kur vim përpara fesës së bukës pa maja, çfarë? Ekzaminojmë veten tonë, që të heqim atë mënyrat e vjetra, majan e vjetër, dëgjimet që ti mund të kesh bërë, për ju që më dëgjoni online, ndaj mësimeve të gabuara, doktrina e mirë, mos ma baktis ligjin tim, thot ati si që pam në Fjalët e Urta 4:2. Largohesh prej atyre, fillon të zbatosh urdhrimet, festat biblike, ke hequr majan e vjetër në këtë mënyrë, të paktën mundohesh ta heqësh majan e vjetër, lavdjati. Që të jeni një brum i ri, brum i ri, ecja në këtë rast një fillim i ri, lavdjatit, një fillim i ri në jetën tonë, dhe është mundësia që ti të kesh një fillim të ri. Nuk të ndalon asnjë gjë, të zbatosh urdhrimet, festat e atit, nuk të ndalon ty dhe mua, vëlla motër, që neve të rishikojmë majat tona, çfarë kemi dëgjuar, çfarë kemi praktikuar, gërmon në shkrimin e tij. Zemra që kërkon, zemra që dëshiron të marrë prej shkrimit, zemra që dëshiron të transformohet, të formohet në shkrimin. Hiqni pra majan e vjetër që të jeni një brum i ri. Brum i ri, ecja e re, fillimi i mbarë, lavdjatit, në rrugën e drejtësisë, fillon të hysh në rrugën e ngushtë, okay? Masandaj do të qëndrojmë në atë rrugën e ngushtë. E di vëlla motër, sepse shumë herë neve ndoshta, por kur Mesia ishte në malin e ullinjve, kur ai tha që hyni nga rruga, në këtë rast nga dera e ngushtë, e di pse e tha ashtu, sepse përpara tij, midis malit të ullinjve dhe tempullit që ai po shikonte, ishte një urë. Ajo ura ishte shumë e ngushtë. Dhe poshtë quheshe ajo luginë, dhe sot e kësaj dite është, quhet lugina e Sheolit. Sheolin e dim që paraqet ferrin. Dhe Mesia tha që kur para se ju të shkoni në këtë rast dhe kur keni nëse ke një zemër për të vajtur në praninë e atit që ishte në tempull në atë kohë, duhet të keni kujdes që të qëndroni në atë urë, në atë rrugën e ngushtë, që të hyni brenda masandaj në praninë e tij, e ka fjalën në praninë ku, në përjetësinë vëlla motër, kur që ecën në rrugën e ngushtë, në urdhrimet e tij, në fjalën e tij, në të mirën tënde të mundshme, ngulmon, i shikon, bën pyetje. E për këtë punë jam këtu vëlla motër, të më pyesësh, po vëlla, po kjo, çfarë ndodh, çfarë do të bëj, çfarë thot urdhrimi për këtë çështje? Dhe kështu në këtë rast ti po merr zemrën e atit që është në shkrimin e tij. Dhe thonë në këtë rast që kur kalonin njerëzit në ajo ura e ngushtë, nuk mund të kalonin në këtë rast shumë veta, sepse ishte vërtet e ngushtë dhe masandaj nuk donin, sepse ishte një lartësi e madhe që të mos rrëzoheshin dhe binin poshtë. Dhe kjo është vëlla motër, kur ne nuk qëndrojmë në rrugën e ngushtë, kur asambleja sot që shikojmë nuk është në rrugën e ngushtë, pjesa më e madhe. Dhe është për të vajtuar. Që të jemi një brum i ri siç jeni thot pa maja. Tash siç jeni pa maja, në këtë rast e ka fjalën, jo se jemi pa mëkat, vëlla motër, por u pastrua thot nga jo majaja e vjetër, ose duhet ta bëni. Fryma në këtë rast kur ju vulosi, ju pastroi nga ajo majaja e vjetër, po tani thot mos hani prap majan, mos u ndotni me mëkatin, e ka fjalën, me shkeljen e urdhrimeve, me festat jo biblike thot. Sepse pashka jonë, dhe ja me njerë nuk tha në anglisht përdorin Easter, që ishte Ishtar, ajo fjala Easter vjen nga shoqja e Nimrodit që kishte kullën e Babelit që ndërtovi qytetin e Babelit atëre, nga çdo gjë që filloi shturja atëre. Dhe sot mbajnë emra pagane. Biles, më kam thënë, nga e merr sot një pastor datën në këtë rast e Pashkës, që po e mbajnë në fundjavë të dielen, gjithmonë do të vjen të dielen. E di pse vjen të dielen? Sepse në vitin 350 diçka e tillë, perandori romak që adhuronte diellin, bashkë me
priftërinë të katolikë ortodoksë që filluan sekte të ndarjet mbas apostujve, dekretuan ligjin e tyre, sepse ai ishte perandor në tërë perandorinë romake. Dhe ne tha nuk kemi pjesë me judejnë të tha që ata zbatojnë në ditën e 14 të tha. Ne tani do ta mbajmë në ditën e diellit tha. Në ditën e diellit tha. Dhe që atëre ka vazhduar të jetë ashtu quajtur Pashka katolike në ungjillorët apo në protestantë, si mund t'i quajë, në denominacionet e ndryshme. Por nuk është biblike. Është dita 14, një kalendari biblik që nuk është një kalendar pagan, një Papa Gregorit që praktikojnë sot, që filloi në 1500 dhe filluan datat, filluan llogaritjet, muajt paganë me emra djallëzor, me emra të perandorëve, me emra të planeteve, ke plot gjëra. Prandaj thot, Pashka jone është Mesia, thot, për çfarë ka fjalën? Thot, shikoni rrugën tuaj, thot, sepse çfarë, thot, Mesia çfarë? Ai, thot, u kryqëzua në ditën e Pashkës që ti, thot, mos ecësh, thot, me brumin e vjetër, me majan e vjetër, me doktrinat e mësimet e rreme. Po të jap një doktrinë të mirë, thot, mos ma braktisni ligjin tim, ec në festat e Atit, në urdhrimet e Tija, të mira, të drejta, të shenjta. Prandaj thot çfarë? Le të kremtojmë festën, kë festë, Pashkën e vërtetë. Mos ndoshta apostulli Shaul apo Pjetër Kefa apo të tjerët banin ndonjë bukë me maja dhe në çik leng fruta, sa ku ta di unë. Mesia vetë kur ul tha në këtë rast, ku dëshiron që ta hanë Pashkën? Mesia mbajti Pashkën e Atit sipas në këtë rast statuteve të Eksodi 12, që ju motra në këtë rast në ministrinë tonë këtu, ju patë pak a shumë në atë ditë çfarë ne bebem. Lavdjatit, Pashkën e vërtetë. Herën tjetër me Irën e Atit do ta mbajmë mirë. Por që kishim disa dinamika atë ditë dhe lutemi, ngulmojmë sa më mirë të mundshme. Prandaj le të kremtojmë festën jo me maja të vjetër, as me maja në ligësie dhe keqësie, por me bukën pa maja të sinqeritetit dhe të së vërtetës. Apostulli këtu po na jep disa municione që neve na duhen, thot, që të largohemi nga mëkati është shkelja e ligjit, thot, në ligjin e festat e Atit, thot, Pashka është një prej tyre, që ne të kremtojmë festën, Pashkën e Tija, biblike, jo katolike, jo të sekteve, jo të njerëz që nuk janë të rilindur. Dhe fatkeqësisht kemi akoma besimtarë sot në Kishë që nuk janë rilindur. Dëgjoj ndëshminë e një vllai 7 vjetë më shumë në Kishë dhe duke patur një pozicion të një farë. Vlla tha, para një viti, tha, kur ishim në miqësinë, ishte këtu me ne. Unë u drejtova nga fryma që duhet të vajoste veten e tij, të shoqen dhe birin e tij. Tha vlla, kur unë u binda atij që më the, në këtë rast e bera të akt, e bera të rit, dhe që atë ditë unë po filloja të veçueshe nga bota. Goja time ishte ndryshe, gjërat po ndryshonin. Vlla tha, unë u rilinda atë ditë, tha. Thash, besoj se po, vlla, sepse dëshmia që ai po sillte me çdo bisedë që po bëni. Vlla, unë u rilinda. Imagjinoj që ai kishte 7 vjet. Bresh, tash u quajtur në lutjen e shpëtimit që mund të kemi bërë. Dhe vlla motër, ne duhet të dimë pse jemi shpëtuar. Ne duhet të dimë çfarë është mëkati, tani ti e di, është shkelje e ligjit të Tija, ke gënyer, ke vjedhur, ke marrë emrin e Atit kot, ke kryer marrëdhënie fare jashtë martesës, ke shikuar me epsh, të gjitha këto gjëra në këtë rast një besimtar para se të vinte besimi i ka shkelur dhe ato na çojnë në vdekje, paga mëkatit është vdekja. Por në këtë rast hiri u shfaq që neve të besonim, në këtë rast u penduam nga ato mëkate, nuk gënjejmë, nuk marrim emrin e Atit kot, nuk blasfemojmë, nuk vjedhim. Të gjitha këto gjëra masandaj çfarë ishin? Ishin të kthehemi ku? Tek urdhërimet e Tija. Ne në një farë mënyrë
pak a shumë mund të themi që kishim një farë njohuri, po çfarë? Gjithmonë pendimi është të kthehemi tek urdhrimet e tij. Atë po thotë dhe apostulli këtu në parë Korintasve 5. Që të kthehemi, thotë, okay, është festa e tij, thotë, por që të kthehemi në rrugën e drejtë, në rrugën e urdhrimeve atit, të le mëkatin kthesh në urdhrimet e tij, në fjalën e tij. Gjithmonë Izraeli kur shkonte në idhujtari, vëlla motër, atë dërgonte profetë për t'i thënë që pendohuni, ktheuni në urdhrimet e mia. Shumë e thjeshtë. Atë që po thërret në Shqipëri dhe fjala ka dalë, për sa më përket mua, ka dalë fjala dhe mund ta postoj për ju që jeni të rinë në ministrin ton, ta shikoni, ta dëgjoni, dhe e konfirmoj fjalën e tij me shenjat e krijimit. E hapi qellin atë ditë dhe i thash atë, nëse kjo fjalë që unë po dëgjoj, dhe thash, mos të lutem, mos u zemëro me mua. Nëse është prej te dhe unë po dëgjoj drejtësisht, hape diellin të, hape qellin tani, dhe ishte vrentur. E hapi lavdjate dhe tani po më vjen, e hapi. Kam të dridhurat e pranisë të tia, e hapi qellin një moment dhe mbylli. Një mora, shënova në flet, ajo është fjala del. Kush ka vesh, dëgjon. Pendohet, kthehet në urdhrimet e tij në festat biblike, në këtë rast ecën dhe i pëlqen atit, nderon emrin e tij që na ka dhënë shpëtim në Mesian Jeshua, lavdjatit. Shiko çfarë, kam bërë një vëlla motër, kam bërë një si thua një shkrim, një meditim, dhe ja ta lexojmë së bashku, lavdjatit. Për çfarë folë? Kjo është shumë udhëzuese, kam folur për çfarë duhet të bëjmë lart për të hequr majanë, për jetën tonë, duke parë se cili është aspekti personal i kësaj feste për ne. Aspekti personal i vazhdueshëm i kësaj feste shpreh gjithashtu që ati flet për veçimin tonë, për shenjtrimin tonë, dhe ecjen tonë së bijtë të tij. Ne gjithashtu e mbajmë festën frymërisht, duke hequr në këtë rast me anë të bindjes së fjalës së Jahue në këtë rast, që përcakton atë që rin atë dritën, dhe së frymës së shenjtë në këtë rast bindje ndaj frymës së shenjtë, nga çdo maja, ligësie dhe paudhësie. Dhe ne kështu po udhëheqemi në këtë rast, po ushqehemi me bukën pa maja të sinqeritetit të së vërtetës. Kështu e mbajmë festën sot në kuptimin frymëror. Vëlla motër, këtu po të kesh parë, shiko çfarë ndodhte, vëlla motër. Në Izrael ishte kjo traditë dhe akoma shumë prej tyre nuk e din, por i përkiste pikërisht Mesias atit dhe në frymën e shenjtë. Çfarë bënin ata? Në këtë festë, vëlla motër, ata hiqnin në këtë rast komplet majanë nga shtëpia dhe linin dhe fshenin diku një copa maja, e linin në një vend caktuar që pastaj me anë të një qiriu e fiknin dritat, me anë të një qiriu duhet që fëmijët në këtë rast ta gjenin ku ishte fshehur. Dhe kur e gjenin, thrisnin atin e tyre, baban e tyre, dhe babai pasandaj kishte një pende që merrte atë majanë dhe hidhte pasandaj në këtë copën prej liri, lavdjatit, dhe e merrte pasaj dhe çfarë e vishte të nesërme në tempull. Shiko tani çfarë kuptimi ka kjo për sa i përket. Pasi të gjende majaja, kjo pende që përfaqëson çfarë? Frymën e shenjtë, sepse ajo penda është butë, është qetë kur e merrte atë çfarë? Majanë. Majaja paraqet mëkatin, domethënë fryma e shenjtë na heq mëkatin ton kur neve shkojmë përpara atit, rrëfejmë, dhe ai na pastron nga çdo paudhësi tona, apo jo? Pastaj, siç thash, e fshin majan që është mëkati mbi lugën e drurit. Okej, dhe kjo ishte mbi lugën e drurit e hidhte. Dhe druri çfarë? Në dru kryqëzua Mesia, apo jo? Që ati përdori në këtë rast për të hequr majan ton, mëkatin e mëparshëm, që ne të mos ecim me në te. Dhe gjithë kjo ishte mbështjellëshe në robën e lirit, që paraqet çfarë? Ai liri paraqet atë robën, atë robën e drejtësisë që Mesia na dha, lavdjatit.
dhe masandaj gjykoheshe në këtë rast të digjeshe në zjarr, duke përfaqësuar çfarë? Gjykimin tonë që ne ishim duke shkuar drejt zjarrit, që neve meritonim. Atë gjykim Mesia në mbajti duke hequr mëkatet tona me anë të ringjalljes dhe na dha robën e drejtësisë. Ai shkoi në Sheol, në Hades, në Ferr, dhe ai në këtë rast mori vendin tonë. Dhe ai biles, thotë Hadesi apo Sheoli, Ferri nuk e mbajti, predikoi shpirtrave në Ferr, por nuk mund ta mbante, sepse ati ringjalli lavdiatit. E para e Pjetrit, para Kefës 3:18-21 thot, sepse edhe Mesia ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, që ishim neve, për të na çuar tek Elohim, tek ati Elohim. U vra në mish, por u ringjall nga fryma, me anë të së cilës ai shkoi tu predikojë frymërave që ishin në burg, poshtë në Ferr. Që dikur ishin rebele, vëlla motë, shiko çfarë mëshire ka, më tha ati gjenden atë ditë, thot, që ata njerëz që nuk u penduan në kohën e tyre, Mesia shkoi tu predikonte në këtë rast atje në Ferr, që dikur ishin rebele, nuk e pranuan në kohën e tyre. Kur durimi Elohim i priste në ditët e Noeut, ndërsa po ndërtoi arka në të cilën pak veta gjysej 8 shpëtuan nëpërmjet ujit, i cili është shëmbëllesa e pagëzimit, jo heqja e ndyrësisë në këtë rast së mishit, por kërkesa një ndërgjegje të mirë që ne do të kemi tek ati Elohim, që tani na shpëton me anë të ringjalljes së Jashua Mesias. Lavdiatit. Tani, për të përcaktuar pak aspektin që ishin në shtëpi, në këtë rast mblidheshin, çdo shtëpi praktikonte në këtë rast festën e bukës pamaja, ditën e parë, në këtë rast dhe për 7 ditë që mbaheshe. Shtëpia që përmban pamjen e jetës sonë e trupave, në këtë rast që çfarë? Ne jemi tempulli i frymës së shenjtë. Kërkimi për majan ishte një çfarë? Një pastrim pramëvror, ishte ajo reflektimi që thot ne para Korintasve 5. Ajo reflektimi tonë i tërë shtëpisë për të siguruar që majaja të mos kishte rënë në ndonjë çarje të vogël, dhe kjo ishte detyra e babait, dhe kjo është detyra jonë, detyra tënde motër, që je në besim, që ti të sigurohesh që mëkati në këtë rast të mos jetë brenda në shtëpinë tënde, për sa i përket autoriteti që ti ke mbi fëmijët tënd, sepse mbi burrin ai në këtë rast ka rrugën e vet, në këtë rast edhe ka përgjegjësinë e vet. Dhe të jetë i shpëtuar, në këtë rast, ai që është i shpëtuar, ai ka autoritetin mbi ty, në këtë rast, dhe ai drejton shtëpinë në rrugën e drejtatit. Dhe i mëson urdhrimet fëmijëve dhe gjithashtu gruas. Në këtë rast, për sa i përket neve që në këtë rast majaja të mos ndodhet në zemrat tona, drejt atit apo vëllezërve dhe motrave, mos falje, lëndime, gjëra që ne e pastrojmë zemrën, vëlla motër. Kërkojmë atit të unë personin e kam falur, atë ki mëshirë, lutem që ai apo ajo të vinë në shpëtim, dhe e thash dhe pak më përpara në fillim të takimit që kur ne jemi të mbushur me frymë, jemi të mbushur me fjalën, jemi të mbushur nga dashuria e atit, mos andaj jemi në gjendje që të derdhemi të japim për të tjerët, që në këtë rast ecim në atë rrugën që Mesia eci, dhe të tjerët e dallojnë që ne jemi të mbushur në këtë rast me rrugën e mirë. Dhe shumë prej tyre mos andaj bëhen dhe xhelos, thot, po kjo nuk u përgjigj në këtë mënyrë. Ndodhin shumë gjëra si thash në Shqipëri, apo ku ngjet makinën, apo çdo njeri ka sjelljen e tij që janë ca gjëra që por nga ana ti thot, okay, fali sepse nuk e din çfarë po bëjnë. Dhe ecën, vazhdon, adhuron atin. Biles unë e kam si metodën time, por si traditën time, që kur jam në makinë, lavdiatit ve muzikën lartër dhe adhuroj atin. Kudo që t'jem, isha në Tiranë sot, lavdëroj atin me muzikën lartër, duke vënë këngët e tia,
që njerëzit dëgjonin, po dëgjonin prej adhurimit, lavdimit të tia. Duhet ta dëgjojnë në për rrugët tona, vëlla motër, sepse ka shumë lloj ndotje dhe muzika të tjera që duhet t'i mbytim, apo mikrofonat që buçasin me çdo lloj gënjeshtre të një zoti falso, të satanit, që mbajti një person në zgavrën atë dhe u tmerua, ai ashtu quajtur profeti tyre, ndërkohë gjithmonë kur Mesia apo kur shfaqesh apo engjëjt kur i shfaqeshin njeriu në Bibël, thoshte mos ki frikë dhe menjëherë qetësoheshin. Sepse është normale që kur ke një takim minor me një engjëll apo një qenie të tillë, njeriu friksohet, por thoshte mos ki frikë. Paqja mbi ju, thoshte Mesia. Dhe menjëherë ishte gëzimi. Jo të tmerroheshin si profeti i tyre u tmerrua për kohë të nëse lavdjatit. Qiriu, vëlla motër, çfarë paraqiste? Këto janë thjesht disa aspekte që mund të jenë bekim në zemrat tona. Qiriu që ndriçon zemrën në këtë rast dhomën, qiriu që merrnin për të kërkuar majane, ndriçon dhomën e zemrës në kërkim të majasë, që në këtë rast një pamje, një vepre së fjalës së Atit, paraqet fjalën e Atit, urdhërimet, ligji i tij, në këtë rast që është dritë, thot fjalë të urta 6:23. Ai ligj thot është llambë, thot në këmbën tonë, urdhërimet e tij janë llambë dhe është dritë në shtegun tonë. Në këtë rast që ligji i Atit na ekzaminon, kërkon fjala e tij, kërkon të thellat e zemrës, e zemrave tona, që në këtë rast është një dritë, siç thash, në shtegun tonë me vargje që mbështesin. Nxjerr në pa dritën, nxjerr në pa karakterin, ajo fjala ligji përsosur i Atit, nxjerr në pa karakterin e përsosur të Atit, lavdjatit, sjelljen e tij të drejtë në këtë rast në atë errësirën tonë, në ecjen tonë. Fjala është pasqyra, ligji i tij përsosur në Jakobin 1, në këtë rast është ajo pasqyra, siç e tham dje, dhe thot shkrimi ose them unë. Çdo herë që ne lexojmë, çdo herë që ndoshta ti mund të dëgjosh prej meje, mund të prekësh apo mund të bindesh për aspekte të caktuara, dhe unë në këtë rast ekzaminoj veten time nga shkrimi që flas, se dhe kam marrë dhe unë dozën time, vëlla motër, jo se kemi nevojë, nuk kemi të arritur, kemi shumë nevojë lavdimit të tija. Por e shikojmë që dhe neve, vëlla motër, ne do ta kemi, kur ekzaminojmë veten tonë për një periudhë të caktuar, themi 3 muaj, apo 6 muaj, apo një vit, duhet të kesh një rritje në jetën tënde frymërore. Duhet të kesh shtypur shumë aspekte të mishit, në kohën tënde, nuk po them. Por thot shkrimi që me anë të bindjes tonë është fryma që shtyp veprat e mishit. Me anë të bindjes tonë. Kur ne çojmë bindjen me atë fuqi që kemi, me atë njohuri që kemi, Ati e mbështet pjesën tjetër. Ajo është hiri, vëlla motër. Por sot asamblejt heqin bindjen dhe çdo gjë e bëjnë masandaj fushë lule. Hiri tani na mbulon nga mëkatet, hiri i bën zgjidhjen time, hiri në këtë rast është çdo gjë që unë dua dhe ja unë tani po eci. Pikërisht, po vendimarrja jonë, zgjedhja jonë, kur ngrihemi në mëngjes, kujt do t'i shërbejmë? Lavdjatit. Romakëve 7:7 thotë, mëkatin thotë unë nuk do ta kisha njohur veç se me anë të ligjit. Ligjin nxjerr në pa mëkatin. Si mund ta heqim? Hiqe ligjin, pasandaj s'ka më mëkat, tek kështu po vazhdon kisha. E heqin ligjin, thotë, ja unë kam hirin tani, ja unë s'po ec në mëkat, unë jam i drejtë, rroba time ka me 12 vjet, 15 vjet është e pastër. Vërtet? Doktrina të rreme, mësime nga njerëzish, filozofi njerëzish, që këta njerëz nuk duhet të flasin. Unë nuk do ta kisha njohur mëkatin, thot apostulli Shaul Pali, thot vetë se me anë të ligjit. Nuk do ta kisha njohur lakminë, po të mos thosh te kush, ligji thot mos lakmo. Ligji thot mos lakmo. Hiqe ligjin, atëre lakmia vazhdon të marrë atë rrjedhën e vetë. Mëkati, immoraliteti, blasfemia, vazhdon, hiqe ligjin. Kaos, shturje.
të mos jetën në jetën tonë. Vëlla motë, një nga lutjet që ti mund të bësh është lutju Atit që më drejton në urdhrimet tënde. Më ndihmo që të mos thyej urdhrimet tënde. Dhe ajo zemër e sinqertë Ati e nderon. Atë zemër të sinqertë Ati e nderon. Mund të marrë ikone vetë vëlla motër, por nëse e bën në këtë rast Ati nderon zemrën e sinqertë që do të ecë në rrugët e Tija. Një atë që tham pak më para, sepse urdhrimi është një llampë, ligji është një dritë dhe ndrejqet e mësimit janë rruga jetës. Rruga jetës. Ligji thoshte pak më përpara që ajo ligj thotë është fjalë, ajo fjalë ligji thotë është jeta jote, të drejtojë në rrugën e jetës. Na ndreq mësimet e ligjit, na ndreqin, na sjellin në rrugën e ngushtë, në brazdën e mirë. Lavdjati. Urdhrimi është një llampë. Çdo urdhrim që ti dhe unë vëlla motër mbajmë, kemi dritë në këtë rast në hapin tonë, lavdjatit. Në çdo hap që mban urdhrimet e Atit, po ecën drejt shtegut të mirë në dritën e Atit, që nuk e dim shtegun si është, por prandaj na duhen urdhrimet çdo ditë ti mbajmë, gjithashtu ti ruajmë. Në fjalë të urta 7:2 thotë ruaj urdhrimet e mia si bebja e syrit tënd, lavdjatit. Shiko çfarë fjalë na jep Ati. Kur neve e ruajmë beben e syve tonë dhe e ruajmë trupin tonë, aq më tepër syrin të çmuar, e ruajmë nga çdo gjë tjetër. Ati thotë urdhrimet e mia ruajnë atë të njëjtën mënyrë. Urdhrimet e mia thotë janë të çmuara, thotë si syri tënd është i çmuar, ruaj. Se do të japin jetë, do të çojnë në rruga jetës. E di vëlla motë që këto gjëra nuk t'i kanë thënë, por lutem Atit që të preket akoma më thellë zemra jote. Se ky është ajo puna e thellë që ne na ka munguar. Gjenerata mbas gjenerata ka mbajtur penj me mësime doktrina të rreme teologjike. Dhe ja ku kemi sot frutat që po mbjellin. Lutemi Atit që të ngrejmë atë gjeneratë që do ecin në ligjin e në urdhrimet në festat e vërteta të Atit. Një gjeneratë që do nderojë Atin në rrugët e tyre, në shkrimin e ligjin e përsosur. Doktrina e mirë që tham pak më përpara e prekëm, vëlla motë. E dyta Timoteus 1, vargu 3 dhe 5. E falenderoj Elohim, thoshte apostulli këtu, të cilit i shërbej apostulli Shaul Pali, thotë i shërbej sikurse edhe të partë e mi me ndërgjegje të pastër. Ishte fjalën për ejtrit të tyre. Se pa pushim të kujtoj në lutjet e mia, i thotë në këtë rast pastori Timoteus. Të kujtoj në lutjet e mia ditë e natë dhe kur kujtoj lotët e tu, kam shumë mall që të shoh, që të mbushem me gëzim, sepse kujtoj besimin e sinqertë që është në ty, i cili më përpara ishte tek gjyshja jote Lois dhe nëna jote Junik, dhe jam i bindur se është edhe te ti. Çfarë po thoshte këtu apostulli? Po i thoshte Timoteus që pak më përpara që ai njinte shkrimet e shenjta, thotë ti që ndron ato që mësove dhe që u binde plotësisht. Çfarë kishte mësuar? Kishte mësuar në këtë rast shkrimet e shenjta nga fëmiria. Kush ja kishte mësuar? Gjyshja Lois, nëna e tij Junik, që ishte bashkangjitur me besimin e sinqertë, tha. Ja ku kemi besimin sinqertë, lavdjatit, që janë një me shkrimin që këtu shikojmë në 2 Timoteus 3:16 që përmendim gjithmonë, po ky shkrimi këtu apostulli po flet për ligjin e përsosur, sepse këto ishin letra të inkurajuese ndaj kishave. Akoma këtu nuk kemi një dhjatë të re. Vetëm dërgohen letra kishave, drejtuesve, që nga fëmiria i njeh shkrimet e shenjta, e kishte fjalën që nga fëmiria e njeh dhjatën e vjetër, ta mësovi nëna Lois dhe në këtë rast dhe mami tënde thotë Junik. Që këto janë të dobishme në këtë rast për atë doktrinën e mirë,
për bindje, për ndrejqe, që të edukohemi në drejtësi, në rrugën e drejtë. Rruga e drejtë do thot me pak fjalë vëlla motër, çdo rrugë që neve ndërmarrim sjellja jonë gjatë ditës, është rruga e drejtë sepse është e drejtë në sytë e Atit, jo në drejtë në sytë e mi. O mua më duket e mirë kështu, drejtë jo këtë sabati s'ka gjë do ta mba. E po ja se do vetë të blej ca gjëra, po ja kështu e kam kohën. Kështu erdhi mundësia. Ajo është e drejtë në sytë tanë. Çfarë është e drejtë në sytë e Atit? Që ne të jemi të përkryer, të rësisht të pajisur për çdo vepër të mirë. Lavdjatit. Ecja jonë në rrugën e ngushtë që të jemi të përsosur, të ringjallemi një ditë gjithashtu, ajo plotësia që do marrim në atë ditë. Të shikojmë këto, mua më mbush ky psalmi 19, nuk e di, por lutem që të mbush edhe ty. Shiko çfarë thosh shkrim. Ligji i Jahu është i përsosur. Çfarë bën? Ai e përtërin shpirtin, e transformon mendjen. Dëshmia e Jahu është e vërtetë, thot. Ky ligj i Atit që është dëshmia e tij, thot, është e vërtetë, thot, ke parasysh. Dhe ka kapacitet të bëj çfarë? E bën të ditur të urtë njeriu e thjeshtë. Fjala është e urtë, nga anglisht e vjen wisdom. Makes wise the simple, domethënë e bën të urtë njeriu e thjeshtë. Porositë e Jahu janë të drejta. Pak më përpara folën për ecjen e drejtësi. Janë të drejta. Ligji i Atit çfarë bën? Gëzon zemrën vëlla motër. Duhet të gëzoj zemrat tona. Urdhrimet e Jahu janë të pastra dhe ndriçojnë sytë. Do thotë që ti shikon nga ana frymërore. Shikon gjëra që të tjerë nuk i shikojnë. Në Psalmin 119 thotë që dhe ka më shumë urtësi, thoshte Davidi, prej mësuesve që më ka mësuar, sepse kërkoj ligjin tënd të përsosur. Urdhrimet e Atit janë të pastra, ndriçojnë sytë, në hapin sytë e mendjes tonë, Efesianët 2, lavdjatit. Më fal, 1 vargu ose gaboj 17-18. Që sytë e mendjes tuaj të lutesh apostol Shaul. Biles pak më përpara, nuk u lut. Që të kujtoj në lutjet e mia, tha, pa pushim i tha Timoteos. Dhe në në njëjtin koncept prap në Efesianët thot, lutem thot, kam dëgjuar për besimin tuaj. Ke besimin, ja prap lavdjatit, besimi i sinqertë. Lutem që në këtë rast thotë, ja ta shikojmë atë varg, ja të fryma e solli, por Efesianët 1. Shkrimi është në armoni, lavdjatit. Efesianët 1. Efesianët 1, vargjet 15 deri në ka shumë gjëra, po do të ndalojmë në vargu në vargu 18. Se nuk mbarojmë deri nesër mëngjes. Për mua vazhdojmë vëlla motër, por nuk e di juve. Ka ndodhur, ju nuk ndërsjeni ndjeni, por vëlla e di, ka ndodhur. Kemi vazhduar, ta kemi edhe për 6-8 orë, pa pushim. Ka qenë lavdia e tij që ka shtrirë dhe unë lutem që të rikthehen ato kohë, që ajo uria për fjalën e tij të vazhdojë. Që kemi filluar një ditë në orën, sa ishte ora 8 e darkës, kemi mbaruar në orën 4 të mëngjesit. Me orën shqiptare, sa i vete? 6 orë. Jo, 8 dhe 4, 12. Deri në 4, 8 orë. 8 orë takim. Dhe nuk ka ndodhur njerë. Kanë qenë disa, lutem Atit që kemi një zemër të tillë. Sepse me çfarë do mbushemi vëlla motër, më thuaj, sot besimtarët nuk dëgjojnë dot një çerë kore, 20 minuta dhe më njëherë unë kur dëgjoj lavdjati duhet ta mbaroj atë 2 orë, 3 orë atë, sepse më mbush, çfarë do dëgjojmë tjetër? Do dëgjojmë lajmet. Do dëgjojmë dhe unë tani e mora vesh pas kemi zgjedhjet në vendin ton, por çfarë shikoja sot në Fier një foto? Më bëri për shtypje, vëlla motër. Një deputeti domethënë po do shpëtoj Shqipërinë, thot. Ky do shpëtoj Shqipërinë. Me anë të tija. Shiko çfarë filozofi, mashtrime që vazhdojnë akoma
mbajnë peng popullin tonë. Njeriu do shpëtoj Shqipërinë. Është ati Jahve që mund ta shpëtojë në Mesian Jashuan, lavdjatit. Apo si dëgjojmë sot, ta shqyqojtur pastorën në kthejnë në deputetë, që janë kthyer më përpara në kohët dhe që janë ka më interesante. Pas ka më zell një person që ishte pastor apo që për të shkuar për të qenë deputet, si sa të ushqeje dhe të qëndroje me besimtarë. Jo, nuk i jep me interes apo zell, apo nuk ka më jetë në të qenit në praninë në shtëpinë e tia, por do të shkojmë në shtëpinë e Ramës apo të dikujt tjetri dhe shikon pasaj çdo lloj bisede që bëhet në atë parlament apo brenda apo jashtë me çdo gjë tjetër që ndodh. Dhe këta janë persona që ky biri pastorit dilte komë përpara dhe thesh tani janë çdo gjë, ja, ushqimet janë të pastra, mund të hamë çdo gjë, miun, lakuriçën e natës, gjarprin, betkosën, s'ka gjë neve, i hamë. Ndërkohë shkrimi merrte një shkrim, një përkthim të gabuar që jepte një kuptim ndryshe, që nuk ishte një nga përkthimet e zakonshme King James apo diçka që ka substancë që mbahen ndër botë. Ndërkohë shkrimi masandaj flet në atje, flet për çfarë? Flet që stomaku që e pastron në Marku 7, dhe adresova hapurazi ndaj këtij ashtu quajturit pastor që quhen tani paska është në kandidaturë për pushtetar. Më thënë mbaroi kaq ishte. Lutem jatit që të dalim nga këto gënjeshtra vëlla motër dhe të ecim në drejtsinë urdhrimet të Atit, se ku le urdhrimet të Atit shkon drejt balit, drejt festave të balit dhe prandaj shkojnë drejt balit në për parlament apo në pozicione, në pushtete, ato kanë më interes. Ato japin më zell një besimtar i sot. Dhe nuk nëse. Thot shkrimi, prandaj dhe unë kur dëgjova për besimin tuaj, thot apostulli, në Jashuan Mesia dhe për çfarë, dhe dashurinë që keni ndaj të gjithë shenjtorëve, nuk pushoj së falenderuari për ju, duke kujtuar në lutjet e mia, që Elohim i Zotit tonë Jashua Mesias, ati lavdisë, t'ju japi juve frymën e urtësisë, të diturisë, dhe të zbulesës në njohurinë e tij. Dhe çfarë, dhe t'u ndriçojë sytë e mendjes suaj që të dini cila është shpresa e thirrjes së tij dhe cila është pasuri, cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorët. Dhe ja ku shikojmë që Ati na hapi sytë e mendjes tonë, që ta të njohim karakterin e tij, masandaj duke patur marrëdhënien e fortë me Atin. Atëherë do dëgjosh zërin për thirrjen tënde, do dishë cila është shpresa e thirrjes tënde, që ai ka vendosur, thirrja e tij vjen prej tij. Dhe gjithashtu thot cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorët, pasuritë e lavdisë që do vinë për shenjtorët lavdjatit. Prandaj thoshte këtu pak më përpara për lutje që ai bente sepse thot kujtoi besimin e sinqert, të thoshte. Dhe në jetën gjë thot çfarë? Dëgjova për besimin tuaj lavdjatit. Vazhdojmë te Psalmi 19 që ishim. Frika Jahu është pastër vëlla motër, nuk ka hije dyshimi. Kur ecën në urdhrimet e Atit, di që po ecën në rrugën e drejtë, sepse e shikove shkrimin. E di si është rruga tënde vëlla motër, për ta kuptuar, unë kam thënë më përpara. Ne lexojmë shkrimin, i besojmë atij shkrimi dhe e praktikojmë atë shkrim. Nëse bën këto 3 gjëra në jetën tënde, në rrugën tënde, atëherë do kesh mbarësi, do kesh përparësi lavdjatit. Sot a lexojmë besimtar sot?
Atë që lexojnë, ai besojnë, o me një sa lexojnë, thonë, këto gjëra, jo, këto gjëra nuk janë për mua, nuk janë për sot. Me një dyshimi. Le mas andaj të ta praktikojmë, është e fundit. E shikon hallkat që mungojnë lexim, besim, praktikim. Të urdhrimeve të Atit, nga Zanafilla deri në zbulesa, lavdi emrit të Tij. Shumë e thjeshtë. Gjykimet e Jahu janë të vërteta dhe të gjitha janë të drejta. Nuk ka fjala të shtrembër apo jo, ky është interpretimi tim, apo ky është tendi, apo kështu, janë të drejta. E lexove, besoje, praktikoje, kaq. Nuk ka, jo po ja kjo fjala këtu, po ja mund të jetë kështu, mund. Kush ka thënë mund? E ke shkrimin përpara, e lexove, besoje me gjithë zemër, praktikoje në të mirën tënde të mundshme, çdo ditë më shumë. Urdhrimet e Atit në këtë rast, gjykimet e Tij janë të vërteta, të gjitha të drejta, janë më të dëshirueshme se çfarë? Se ari, lavdjatit. Janë më të dëshirueshme se ari. Se gjërat e botës, se pasuritë, se kënaqësitë. Nuk ka rëndësi vëlla motër, për ty prioritetin në jetën tënde është në këtë rast. Unë e di që ndoshta e mësuar dhe ndoshta ju që më dëgjoni jeni akoma në këtë rast në ecën tuaj, në mësimet të tjera, në denominacionet. Po prioriteti tënd në jetën tënde është të zbatosh urdhrimet, festat e Atit. Ai është prioriteti tënd dhe timi. Të di, po vjen sabati, çfarë do të bëj? Përgatit gjërat. Po vjen festa e Atit javore. Lavdimi të Tij. Këto janë festat që ne duhet të mbajmë dhe kjo është prioriteti, janë jetë për neve, janë më të dëshirueshme se çdo gjë tjetër. Më tepër thotë se shumë ari kulluar janë më të ëmbla se mjalti nga ai që del nga hojet. Shiko si përcakton vetë fryma e shenjtë që shkrojti nëpërmjet Davidit, mbreti David. Për më tepër çfarë? Shërbëtori yt paralajmërohet prej tyre. Lavdjatit, drejqemi, bindemi nga shkrimi që pamën e 2 Timoteut 3, ja ku kemi këtu, 3:16, 17. Është doktrina e mirë e shëndoshë që na duhet për bindje, për ndrejqe, për edukim, në drejtësi që ne të jemi të përkryer, të mirëpajisur për çdo vepër të mirë. Paralajmërohemi prej tyre, paralajmërohemi, mos e bëj sepse urdhrimi i Atit thotë në këtë mënyrë. Dhe në mbajtjen e tyre ka një shpërblim të madh vëlla motër, si në kohën e tanishme dhe në jetën e përjetshme që do vijë. Mos e lëri që njerëzit të drejtojnë në mësimet e gabuara që kanë anulluar ligjin, jo kryqëzua, jo çdo ligësi, pabesi, çdo heresi që dëgjojmë sot. Vllai ka thënë, në qoftë se, dhe ja po ndoshta më shikojnë, po në atë ekran e vogël që është aty lart. Në qoftë se një i ashoqëruar mësues, pastor, apostull, profet nuk ka thekët e tij të vënë në 4 cepat e rrobës së tij, largohu prej tij. Largohu prej tij, vëlla motër, se po të drejton në rrugën e paudhësisë. Sepse duke mbajtur thekët ai dëshmon që është mbajtës i urdhrimeve të Atit. Tani ka dhe nga ata që kanë vënë vëlla motër dhe pastaj duhet të shikuar doktrina prap brenda dhe në urdhrimet e Atit. Ato janë gjëra, por që duhet të fillojnë në radhë të parë me atë evidencën, me shenjën e jashtme që Ati na jep, që sytë tanë mos shkojnë në kurvëri, thot, dhe duke në këtë rast kur të paraqitet undimi, thot ti shiko thekët që ke vendosur dhe kështu do të kujtosh të zbatosh të gjitha urdhrimet e mia. Numrat 15, vargu 37-40. Ndoshta për ju motra dhe për vëllezërit, por gruaja që kishte sëmundjen e gjakut për aq vite, çfarë preku në cepat e rrobës së Mesias? Preku thekët e tjera. Preku thekët që ai kishte mbajtur dhe mbante, sepse është një nga urdhrimet e Atit, duke qenë pa mëkat, do t'i mbante të gjitha urdhrimet e Atit. Dhe kishte thekët, dhe fjala atje, unë kam bërë një mësim vetë dhe e postova, fjala atje ka të bëjë me thekët që në këtë rast prekja jo
dhe masandaj u shërua. Përse? Sepse urdhrimet e tij na shërojnë vëlla e motër. Na japin jetë, sapo e pam pak më përpara. Na japin ditë, vite të gjata jetë dhe paqe. Unë kam kokën zjarr. Po mundohem të ecë përpara. Sepse do ishte më mirë për mua që të... Le të vazhdojmë, se për momentin s'po. Ja ku e kemi, Jobin një që na thotë që ne të qëndrojmë në sprovën e besimit tonë. Dhe qëndrueshmëria që ne do bëjmë, do kryej çfarë? Një vepër të përsosur, që ju thot duke mbajtur në këtë rast ato urdhrimet, ligjin e përsosur që flet më vonë pas në vargu 25, do të jeni të përsosur, të plotë, pasje të metë. Prapa ajo pasje të metë. Sa herë na doli 3 herë, si në Luka 1, si pak më përpara në mos gabojnë e Timoteos. Pra ju shumë të dashur, thot, e dyta Kefës të Pjetrit, thot 3:17, duke i ditur këto gjëra, ruajini të mos ligështojeni në qëndresën tuaj, për të zbatuar urdhrimet e Atit, qëndrojmë çdo ditë vëlla motër. Satani vetëm do vije që ti edhe unë të shkelim urdhrimet e Atit për të na rrëzuar. Ndërkohë shkrimi thot, qëndro, thot. Mos u ligështo, mos u dëshpëro, mos u diskurajo, thot. Okej, kemi rënë për ndonjë aspekt të caktuar, në ecjen tonë nuk është të mirë. Okej, marrim pendimin në këtë rast dhe masandaj shikojmë ecjen tonë, heqim atë majanë që nuk është e mirë dhe fillon brumiri, ecja e mirë. Që sot nuk ka asnjë gjë të vështirë, vëlla motër. Rrëfejmë, masandaj pastrohemi dhe kërkojmë Atit na ndihmojë. Mos u ligështoni në qëndresën tuaj, thot, të tërhequr nga gabimi të pabesëve. O qëndron me Atin në këtë rast në urdhrimet e tij, vëlla motër, në besim tek Jashua, o ndryshe tërhiqesh nga gabimi të pabesëve. Shiko kush janë të pabesët. Le t'i shikojmë sepse kemi nevojë të shikojmë këto vargje. Se themi, të pabesët janë ata të botës. Le ta përcaktoj shkrimi kush janë të pabesët. I pabesi ikën me vrapë dhe askush nuk e ndjek. Por i drejti, kush? Ai që ecën në drejtsinë në urdhrimet e Atit, është i sigurt si një luan. Ti motër si një luaneshë nëse qëndron me urdhrimet e Atit, që më përpara ndoshta nuk i dije, por po e mëson. Ja që erdhe këtu në mesin tonë, ja që po më dëgjon vëlla motër online, që ti në këtë rast të jesh në këtë rast në qëndrueshmërinë tënde i sigurt si një luan, sepse çfarë? Po ndjek urdhrimet e Atit, po i zbaton. I pabesi, thot, për shkak të mëkatit të një vendi, shumë janë të parët e tij. Ja ku vjen territori, thot, për shkak të mëkatit të vjen gjykimi. Levitiku 26, flet komplet për profecitë dhe çfarë ndodh, janë 5 lajmërime. Që Ati thotë, nëse zbatoni urdhrimet e mia do keni bekimet, ama nëse nuk zbatoni, vin 5 lajmërime. Ne nuk janë në kohën tënde, shikoj Levitiku 26, lexoje një. Por njeriu me mend foli që për shkak të mëkatit të një vendi shumë janë të parë, domethënë dallohen ata që ecin në mëkat. Shturja është në vend tot. Por në atë vend tot, ka dhe njerëz me mend tot që ka dituri, thot, dhe qëndrueshmëria e tij vazhdon në gjatë. Prap qëndrueshmëria. Nuk tërhiqemi nga gabimi të pabesëve, pak më përpara, apo jo. Që mbajmë në këtë rast, qëndrojmë, nuk dëshpërohemi. Njeriu me mend ka urtësi dhe qëndrueshmëria e tij vazhdon gjatë. Tani flet për të pabesët. Ata që braktisin ligjin lëvdojnë të pabesët. Ja ku kemi të pabesët që kanë braktisur ligjin. Se thot lëvdojnë, thot janë në harmoni me njerë. Ata i mbajnë lart, thot. Ata që braktisin ligjin, thot lëvdojnë të pabesët, thot. Por ata që zbatojnë ligjin i luftojnë ata. Po ka beteja. Nga ana e mësimit, nga ana e qortimit, nga ana e diskutimit. Se kur nuk zbatojnë ligjin, masandaj e kundra. Por ata që braktisin ligjin e Atit, që në ato janë festat, urdhrimet e tija, lëvdojnë të pabesët.
E thot shkrimi, vëlla motër, nuk e thash unë. A duhet që shkrimi na përcaktojë njohurinë që neve ta marrim atë njohuri dhe të ecim duke praktikuar? Po. Njerëzit e këqij nuk kuptojnë drejtsinë, thot të pabesët që kanë praktisur ligjin, thot nuk e kuptojnë drejtsinë e atit. Ti u flet për drejtsinë, menjëherë kemi jo argumente boshe, jo të marrë për ciptazi, disa vargje, të majtur mend pjesërisht. Kur ti i thua vargun e plotë, mundohesh t'ja shpjegosh, menjëherë kemi refuzim. Përse ndaj shkrimit? Por ata që kërkojnë Jahuen kuptojnë çdo gjë. Njerëzit e këqij nuk kuptojnë drejtsinë e ligjit të Atit. Por ata që kërkojnë çfarë? Kërkojnë të zbatojnë urdhrimet e Tij. Kuptojnë çdo gjë, janë të urtë. Kush zbaton ligjin është një bir me mend, ja ku vjen. Kush zbaton ligjin e Atit është një bir me mend, është i urtë. Sepse po ecën në rrugën e drejtësisë, po ecën në dritë, Ati është me te, krahët ti e mbulojnë. Motra, ndoshta dhe për ju vëllezër motë që dëgjoni online. E ke menduar ndonjëherë në Psalmin 91 që neve shumë herë merrni më përpara ose akoma shumë e kanë? Kush banon në shtrenjtë të shumë lartëri? Kush banon? Si banojmë? Banojmë duke e hequr ligjin? E ka fjalën, jemi akoma në Psalmet. Kush banon, kush qëndron në këtë rast në urdhrimet e Atit? Është në praninë e Tij, krahët e Tij e mbulojnë. I shumë lartë është me te. I ligu nuk e prek, thot, në para Gjonit 5. Ku zbaton urdhrimet e mia, thot, dhe i ligu nuk e prek atë, thot. Po ecën në drejtësi, nuk ka. Si tha Mesia që kur do vijë, tha ai, tha, për Satani, tha, nuk gjen asnjë gjë në mua. Dhe ne kështu do të ecim vëlla motë në rrugën e përsosshmërisë. Është e mundur sepse Mesia na i tha, në këtë rast jemi të përsosur, Ati juaj qellor është i përsosur. Në ligjin e Tij të përsosur, duke qenë në këtë rast një bir me mend që zbaton ligjin e Tij. Por shoku i grykësve turpuron Atin e Tij. Menjëherë kemi atë foljen apo që përmenden shumë gjëra kur i thua për ligjin, dhe aty kemi grykësit që dalin. Shiko tash i vargu 9, çfarë thotë? Në rast se dikush e kthen veshin gjetiu, gjetiu me doktrina, mësime të rreme, e kthen veshin gjetiu për të mos dëgjuar ligjin, vetë lutja e tij do të jetë një gjë e neveritshme. Lutja e tij nuk dëgjohet. Kur një person e kthen veshin gjetiu për të mos dëgjuar ligjin e Tij, çfarë thot Ati? Lutja tënde thotë është e neveritshme përpara meje. E shumë e thjeshtë vëlla motër, na bën mirë këto shkrime që të punojë zemra tonë, lavdiati. Ja ku kemi vigjereshat me e 5 budashka. Ja ku e ke, varet, bërse varet konteksti është ligji i Tij. Që është e lidhur me lutjen, që është e lidhur me ecjen, që është e lidhur me çdo lloj aspekt frymëror që ne duhet të jemi në dieni në një farë mënyre. Prap, të pabesët, shikoj që thot shkrimi. I bekuar është njeriu që nuk ecën sipas këshillëve të pabesëve. Okej. Psalmi 1. Që nuk ndalet në rrugën e mëkatarëve. Dhe nuk ulet bashkë me tasit, po çfarë bën ai? Por gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Jahve. Ja diferenca. Të pabesët ecin në mëkatet. Ti nuk do të ulesh me ta, në këtë rast nuk do të marrësh këshillën thot prej atyre që nuk zbatojnë ligjin tim thot Ati. Prandaj po thoshte vllai që pak më përpara, që Ati nuk jep autoritet, nuk jep pozicion, nuk jep asnjë lloj vaji, nuk jep në këtë rast asnjë lloj zyre në kishën e Tij. Njeri në këtë rast që del dhe ligjin e Atit nuk e dua, tash është hequr. Ati në këtë rast nuk e ka vendosur atë person, është vetë thirrur, vetë vendosur. Por thot në këtë rast thot i bekuar është njeriu që mendon thellë ditë e natë në ligjin e Tij, dhe si rezultat thot ai do të jetë si një pemë e mbjellë pranë mbrigjeve të ujit, që i jep frutin e tij në stinën e tij. Është i frutshëm, pavarësisht sa ndodh për jashta, thasire, shkretire, dielli nxehtë, shiu, çfarë
goditi, era, fortuna të shtëpi, ai gjendesh i frutshëm. Në stinën e tij dhe të cilët gjethet e tij nuk vishken. Gjethet janë të gjelbëra, ka gjelbërim në tryezën e tij, ka për të ngrënë, aq sa i mjafton lavdjatit. Dhe gjithçka që bën do të ketë mbarësi, se rezultati çfarë? Që ai gjeti kënaqësinë në ligjin e tij, në ligjin e Atit Jahwe. Ne shumë herë mund ta kemi parë dhe ju e keni parë me siguri Psalmin 1. Por shikoj që është i lidhur konteksti që në Jakobin 1 po përmend këtë, po përmend Jakobin 1. Apostulli Jakob po përmend Psalmin 1. Kur thotë në këtë rast thotë që të meditojmë tek ligji, që thotë të jemi berës të ligjit të përsosur të lirisë, dhe çdo gjë që do bëjmë do kemi mbarësi. Dhe ja ku ta thotë, gjithçka që do bësh do të kesh mbarësi kur mediton tek ligji i tij ditën e natën. Të tillë nuk janë të pabesët, shikon, të tillë thotë, është e kundërta. Ata nuk meditojnë, nuk gjejnë kënaqësinë në ligjin e Atit Jahwe, të pabesët thotë. Dhe biles thotë janë si byku që era e shpërndan. Dhe shikon sot besimtarët që shpërndajnë me çdo lloj erë doktrine, mësime, treme. Njerë shkojnë këtu, njerë hynë dalin këtu, njerë vënë në kimisi, njerë në kjo kishë, të pa qëndrushëm, të pa mësuar. Sa kanë hyrë këtu në mua, sa kanë dalë. Pa themel. Përse? A e shkrimi në armoni? Lavdiatit, kam mbi 10 vjetë që gërmojnë në shkrimin e tia. Dhe nuk ka filluar ministria, se filloi, kam pothuajse më tepër se që në 8 vjetë. 8 vjetë të mira. Që të qenit brenda, por marrim pak më përpara që kemi lexuar shkrimin. Por 8 vjetë në këtë rast që kanë të bëjnë me seriozitetin, me pendimin e vërtetë. Duke shikuar urdhrimet, festat e tia. Prandaj të pabesët çfarë do bëjnë? Nuk do të përballojnë në gjykimin as mëkatarët në kuvendin e të drejtëve, dhe kjo është profetike. Se po thotë në këtë rast në atë ditë, thotë ata që kanë braktisur ligjin, thotë nuk do të jenë pjesë e kuvendit të drejtëve, sepse Jahwe njeh rrugët e të drejtëve. Dhe të drejtët, vëlla motor, nuk e se neve u vullosëm me frymën e shenjtë dhe jemi të drejtë. Morëm rrobën e drejtësisë, është një aspekt në vete. Pa ajo robë do të mbajtur e pastër, të mos njolloset, a e pam, pa të meta, pa të njolla. Jahwe njeh rrugët e të drejtëve, por rruga e të pabesëve të çon në shkatërim. Ata që kanë braktisur ligjin, të çojnë në shkatërim, vëlla motor. Prandaj ka me kohë që dal në YouTube, ka me kohë që dal në Facebook për të thënë që rruga e të pabesëve që kanë braktisur ligjin e Atit të çon në shkatërim. Mos i dëgjo. Një ndinjate madhe më pushton për shkak të kujt? Të pabesëve që çfarë kanë bërë? Ata kanë braktisur ligjin e tia. Ja si interpretohet shkrimi. Ja si kuptohet shkrimi me anë të shkrimit. Merë fjalën kyçe, të pabesët kush janë, mëkati, çfarë është. Të gjitha këto koncepte fillon masandaj thjesht. Shkrimi në këtë rast ka rrjedhë, ka harmoni. Kur apostulli po e fliste në para Timoteos 3, vargu 8 thotë që për çfarë? Për dhjakët, thotë gjithashtu dhjakët duhet të jenë dinjitozë, jo me dy faqe. Në fjalë thotë që të mos jepen pas verës së tepërt, të mos lakmojnë fitime të paligjshme dhe të ruajnë misterin e besimit me çfarë? Me ndërgjegje të pastër, duke ecur në ligjin e përsosur të atë, ke ndërgjegje të pastër. Dhe këta le të vjen më përpara në provë, thot pastaj të kryen shërbesën e tyre çfarë? Po të jenë pa të metë, të mos lakmojnë, të jenë të pa të metë, me ndërgjegje të pastër. A nuk tha Pali në Romakës 7:7, unë nuk kishe njohur, tha, mëkatin veç se me anë të ligjit, nuk di ata ç'ishte lakmia, veç se ligji do ma thoshte, ja ku ke këtu, që thot shkrimi, të mos lakmojnë. Po ecën në ligjin e Atit, nuk lakmon, vëlla motër. Por sot nuk ecën në ligjin e tij, shikon çdo lloj paudhësie, lakmie brenda në kishën e tij, që ai e blevi me gjakun e tij. Ndërkohë thot këtu që
duhet të jenë këta dhjakët, të jenë pa të metë. Ja të që thash pak më përpara. Duhet të jenë pa të metë. Pa të metë, ja ku ke, duke ecur pa të metë, prindit e Gjon Pakzorit, e Johanan, që ka emrin e tij, prindit e tij ecin pa të metë, si duke ecur në të gjitha urdhrimet e ligjit të Atit, je pa të metë. Konceptet të thjeshta që shikojmë ne në pastori Timoteos, në dhjata e re, në beslidhja e re, që ku thotë jenë pa të metë, si të mos lakmojnë. Duke shikuar çfarë? Duke shikuar ligjin, sepse nuk do ta kisha njohur lakminë, po të mos e thoshte ligji. Ja ku vjen harmonia e shkrimit. Ligji më tha mos lakmo. Ndërkohë apostulli Shauli thot Timoteus thot ki kujdes, thot që ata që vendos diakët nuk duhet të lakmojnë, duhet të ecin me ligjin e përsosur të Atit që të jenë pa të metë, sepse duke ecur në të gjitha urdhrimet dhe ligjet e Atit Jahve, atëre je i pa metë. Pa të metë. Vlla motër, po e ndalojmë këtu. Besoj se ke marrë një dëshmi të mirë. Besoj se zemra në këtë rast u punua në një farë, dhe unë lutem Atit që ketë punuar thellësisht në zemrën tënde. Sepse po vazhdojmë të mbjellim fjalën e Atit që është në gjendje, ke fjalën e ligjin e përsosur në Jakovi 1. Të mbjellim ligjin në këtë rast urdhrimet e Atit në zemrën tonë, që është në gjendje thotë na shpëtoi shpirtrat tanë, lavdjatit. Haleluja. Atë falenderoj o atë në emër të Jashuas. Falenderoj atë për fjalën tënde të përsosur. Falenderoj o atë për urdhrimet tënde. Falenderoj o atë që je i mirë dhe i vazhdon të shtrish dorën tënde tek ne. Lutem atë që kjo fjalë o atë vazhdoj të mbillet dhe të japi frutat e nevojshëm. Në stinën, duke medituar një vëlla një motër që dëgjoi në ligjin tënd të përsosur, që të jeti frutshëm 30, 60, 100 fish në kohën e tij të saj. Lutem atë në emër të Jashuas o atë që dora jote të vazhdoj të shtrihet në mirësinë, në mëshirën tënde, që ne të njohim ty, karakterin tënd të përsosur, në ligjin tënd të përsosur, në emër të Jashuas o atë. Amen. Amen. Amen, vëlla motër. Haleluja. Lavdi emrit të Tij. Ai është i mirë, vëlla motër, e mirësia e Tij që ndron për jetë. Vazhdon për jetë. Haleluja. Amen.